këtë që tha Hasan Zenilaj. Kur të vjen Bislimi këto, unë i marrë letrat edhe i thëmë, pse Bislim po më qunë Rancë? A guzina shtu kur po thot Bislimi Rancë te Radio Lidhja, ke thonë që ditën kur ka rau Zahir Pajaziti, ka qenë tankuar me ty në Radio Lidhja, ti i ke thonë shko ka orat, a i nuk ka shku s'ka ngu dhe ka rau. E që veç një spytje, që shko mund si Balaboni, sa kilometra i ko për vështrijës? I ko 20 rafsh. 20, të ka rrugë të kejvoki se do të të rrugë. Po, që se unë e kom pas repetitorin, që deri në Shqipni, deri në kodat e kukshit kemi komuniku, pe atje. Që vërtetan këtë fakt që ti ke bisedu qatë dit me Zahir? Që vërtetan? E vërtetoj me fakte se, e vërtetoj se baza kryesore ka qenë në Balaban, repetitori ka qenë në Balaban. I ki dëshmitar të cilët neshta ta argumentojnë. Po qka din Bislimi? Të janeve që ka tha Bislimi, tha s'di, tha, unë nuk di kur gjë tha për Radio Lidhje, po s'din se ti ke orë 96 në fund. Mërë me men, që ka boni, vjen keq për atë deklarat tina. Ardemi Asharin edhe Zahir Pajazitin i qitit trongut të fundit atje. E pse bashkë qëtëku ti për publikanët? Qysh? Pse bashkë qëtëku për publikanët që tonë për najitit? Pse ju ma herët buqë që 20-30 dje, pse ke ishtë? Ju, ku është ka ishtë? Ti? A për din qëfar pyjtje jetë të më shtruti? Pyjtje? Në që aty në Google edhe këqër kure këm bo shkrimin e por kunder... Kur, cilin vetë? Në vitin 2002-2003, si kom dollë për i burgu. S'ka ke informum ti? Jam informum, po... Si. Unë e pyjtje të të bo për më të nëzirë përgjigjet, por. Ti përgjigjet e mija, s'ki nevoj më bo pyjtje, veç pëtëm, se unë nuk moj sekret. Nuk moj, se unë nuk lejoj me u shpall dëshmur Boba Malit Shehulli, me u shpall Fatmirit dëshmur, që shtu po nihen fjallë. A i Aroni për thët ma kanë ra bondat kriminale. A i ka vërë grupi Zahir Pajazitit, ta? Janë unë a lubës. Dhe më thonë po? Po qësh ja? Po... A këthemi pak Ilon Vrosit, këthemi tek, a është taku në herë me komandantën e përgjithshëm Azem Sylla Zahir Pajazitit? Po. Cilin vetë, 96, nëse s'ka bëja? Jo, 97. Qka konkretisht kam bisedu në të kem? Po qërë? Na jemi konë grupet armatosura këtu. Na kemi bo luft. Na kemi dhonë mënd edhe sakrificë. Kanë qenë 3 grupet armatosura. Grupi i Zahirit, grupi Ademi Asharit, edhe grupi Sali Qekajt. Të cilin kanë qenë 2 grupet Sali Qekajt, ka qenë grupin Deçan, ka qenë edhe grupi tjetër në Laush Skanderajt. Edhe, unë jem njoftë, unë s'jëm njoftë, s'muj me deklaro që jem njoftë me ganin për para, për shambull, se po fjetë... Cëri gani? Gani Gecën. Por, babgjyshi jam ka qenë bashluftar me atë babgjyshin e Gani Gecët. Edhe babgjyshi jam ka thonë, dyrë nëse... Me Bajraktar të Laush. Me Bajraktar të Laush. Nëse të nëzën rruga dikon në Drenic rrëhe derën të Bajraktar. Të Gani Geci? Pa tash se di jam ka unë të Gania, po të Bajraktar të Laush. Të Gania, se Gania unë me këpres për qëtë unë. Isholla se në, se pja përmen me jam, se s'ko që po, shumë hapolla mu qilë në Gania të ruhen, heq pasha zotin. Jo, me kim shok, as të nëzda. Po, se, une, jo, heq se kam shok. Se? Se e na prish politikisht. Libura e ka mendimet e veta, të më thonë. Pa, e ka mendimet e veta, pa e mu nuk... A i se ka lujt, a i ka një të mirë që se ka lujt, që 30 vjetë o me rrugovë. A i se ka lujt, pa, me ka një mëne. Po edhe në e me rrugovë. Ja ti me Albinin një. Jo, unë e më pështes Albinin. Edhe jo sa është me rrugovën, po e pështet Albinin. Po që e më pështet, se pështet kështu më pështet për mëmone, po të pështet politikisht. Sigurisht që po. Po. Qka u folë në ta kema Azem Sylla Zahir Pajazitit? Qka i kërkoj Zahirja Azemi? Më shumë gëtë. Pasha sy të bollit për Balaboni jena thonë të ardhë me Zahirin me Akifin për Prishtinë. Të qesh me Evranacve. E në gazeta Bujku. Edhe pe lexon gazetën në Kerr, Zahiri
për komunikatën 28. Edhe na qmeni u që ditën komunikat na kush e boni këto. Jo, edhe po bojmë lafe, po bojmë kush, si, ta, pam, tu bo laf, tu, qka me bo, qish me ja bo, edhe nëse në ardhë ke burri nati, punën a thekont orave, maleve, në për Shqipnia, njëna, kënina, e merë dikush përgjithsin që se njaf shumë kush a i heq. Edhe vjen e sopi plagusët qërim kelmendi në Kleqin. E murën këta regja, se di kush e pruni, senatën e kanë pru të asi, e mra rasti tani, më rastisi me bojt edhe në shpinë me qute, me kalu për hekuru dhe me qute të një shokionin që prapë s'poja për menja. Po, s'kora si po? Po, për pushim edhe me këshyrë me shëru dikun të na i mjek. Edhe për veti ku t'ka rëk, bre, ku arnina, kur për këshyrë e ka rëk një saq me qëtu, mrapa në thasha për qita për bëgjet ke zhurë, më qere ma, thasha Allah e me ta shpull, shuj. Dormi tek takimi Azim Sylës me Zahir Pajazitin. Edhe tani, qaty tani qerimi, ka shku për Shqipni, për shërim, Zahiri ka qune për kanali anena, edhe tani gjatë rrugës me qerimin, tu bisedu qerimi ka thonë, po kë që pe merë përgjësit është Azem Syla. Edhe Gjavit Haliti e qëta njerë. Edhe tani na kërkum, me shkum i thonë, kërkum, Zahirit i thanë, unë, Hakifi, Liri, Januzi, që ta qa ishin pak ma ase, i thanë, me shku edhe me bisedu, me i thonë që qërë dosti jam. Nuk po të njohëm kush je, tash po të njohëm. Mos i merë ma përgjegjësit e tona. Ose, nëse ti dënë me i marë përgjegjësit, hajde të na atje, bashkohu me neve në luft edhe ty t'jepëm funksion komandanti. Qka tha? Edhe tani jënë shtyja të diqka që nuk kanë kalu mirë, dikush thot jënë unë e di që s'kanë kalu mirë, unë e di që jënë shty me fjallë, unë e di që s'kon shumë punë e madha jo, që shë bojnë mediat e njerëzit. Ka pranu Azimi me orë të ju? Jo, s'ka pranu. S'ka pranu se unë nuk banë me arë, se atje është rrugova president, apo kupton, e që si njajsh me plus, që s'po du me bo shumë